Martu që 30 vjetë. 19 vjetë. Po. Do me thonë 19 bo babër. Për shpon si për shedhe vetë atë zënjushën të rëgohë se komi ka një kjo mu vetë, si sytë e mi kanë pëqyshëm. Qaj ki? Dollë mas pare e ki grunë. Do me thonë gruja është e para. Jo se për shumë me qitë për shumë familjen, babën, nonën, vllaznin, po për qatë momentin ofert e ki grunë. Kisha po gjona, do me thonë për shoqen. Diçka që kështë du për shumë se kësha ditë që një mënë shumë, se kësha lënë pa. Pjesë trupit, mja dhonë, se mojmë jetojë në për qatë pjesë trupit, edhe njëri pa njoftë e epi. Mirë, faleminderit. Si figurë më ndokë është të kompati kanë? Më ke parë një serial që jem të... Për momentin jem të Gjerun në Gjermani, unë jem aty me Sultan Shatsiret, ato e gjonin YouTube, dhe me thonë, zdo të e lunaj, në ora dhe me thonë 20:30, unë jem si shef aty, i pa ushtelës, po. A je edhe kështë në pritshmërisë tamam si shef? Isha për parën. A ishe? Isha për parën. Ke pasur një biznes? Po, kim pas bizneset tonë, dhe me thonë në familje tonë, na jem, dhe me thonë, 5 vllazni atje. Kim pas atje, po kim pas dhe probleme, dhe dikush u vdekë, në luftë e jashtë, për ata. Po, dhe me thonë mirë jem, alhamdulillah mirë jena. Ku jetoni jo jashtë, kanë? Unë jem në Stuttgart, me familje kem atje një biznes, dhe me thonë, me blejmë shtëpia, shesim shtëpia, kështu. Që po e biznesë mirë, më duket? Mirë. Ashtu më duket tamam si shef. Faleminderit. Si biznesmen, faleminderit. Edhe në rol tjera pa çashtu pa. Po, kim rol. Kjo me aktrimin ç'është lidhi me në film. Kum luajtur në disa filma, kum marrë pjesë në Shqipëri, me një aktor të njohur, Drejlan Hoxhën, zdjen jeni. Atë filmin Shkëmbimin, kum luajtur aty unë. Edhe një tjetër, po nuk bëna me dhon emrin se ai akoma nuk ka dalë, domethënë tani do të del, domethënë vitin e ardhshëm, domethënë Kosovë, Maqedoni, Shqipëri, delaj filmi domethënë në sinema del. Që kjo lidhja me aktrimin, me filmin, ç'është sheh fillu, ç'është e keni pa vetin që jeni për këtë pjesë ju. Ka dzu drejt çdo njeri e ka një far domethënë e gjon veten dikon. Po unë e ka njeri domethënë duhet me studiju veten edhe me kështu me nxjerr far talenti ki. Unë e pash që kam një far talenti, me gjithë që jam edhe kështu pak i lindur, pak si shpejt si vet. Hajde kuptu. Po, edhe nuk YouTube na do të sferrona pe i kamera, s'kam kur problemi la. Më duket sipas ke lind, kamerat pas ka zgjedh ty e. Po faleminderit. Po, çashtu diçka është. Çashtu diçka. Kanë filluar njerëz me të njoft tashmë se ç'po shfaqesh në serial, pa shumë. Ka du drejt, po. Përpara kanë njoft, po ai filmi që kum pasur para do vite. Pesi kum qitë edhe flokë, si s'kom pas shumë flokë. S'ke pas flokë? Jo, e tash... Kalzona që se krisë dhe në kera në mëj. Po të kalzet e në Turqi. Turqi, po. Po të kështë tip-top, t'jaliri. Faleminderit. Që do 20 vjetë. Faleminderit, jo i kam 2 vjetë. A ki 2 vjetë, a? Po vjetë janë numër. Po, ashtu është, shënjeni e vetën. A i martum? Po, i martum jem. Përin fëmiki? Gjithë, dhe fëmiji me krejtë. Sa vjetë e martu? Martu që 30 vjetë. 30 vjetë? Po. Qëfar moshë më rëshëmini? Vallaj, unë e moshën e kam, dhe me thonë jem 28 vjeqar për momentin. 8 vjetë, po. I vjen që i ri e martu, qëfar moshë? 19 vjetë. 19 vjetë. Po. Dhe me thonë 19 më bo babë, vërtet. 19 vjetë. Po, 19 vjeqar, po. A i pishman që martu ka qiri? Jo, s'jam pishman si përshë edhe vetë atë zënjushën të rëgohë se kom ikë. Që njoftë me që zënjushën kalë të navak. Se pas ka një histori ka qiri. Ka një kjo mu vetë, si sytë e mi kanë pëqyshëm. Qaj ki bu kështu. Ja dhash një shikim kështu edhe atërë betë. Edhe se së të ku jeni? Po, kështu jem. Me thonë, i kem thminë e rritëshëm, i kem të mlaj, me thonë matë më dhe në shmi që kam i 28 vjeqarë. Pa marë si dos të përshkivo? Pa e kom krymë me herë, tash po pojmë pak, po përshojnë ka pak, tash me aktim po merrem, nesër ato bizniset që kem atje në Gjermani, ato me vllaznim, me familje, me nipa. Sot sa e kini dashurin që keni pasë në moshën 8 vjeçare me grunë tonë? A beson se s'ka ndryshu asgjë, se kanë thonë ples për parën, ku se ki dhe me thonë, dhe me pas shok tjetës, dhe me thonë, gruja, se tash gruja është dhe me thonë dikush të atjo në du të më martu me letra, pas letra është vishë letër, ku se ndjenë që ki su kur gru, atër e smurë, se pa pas, dhe me thonë shok se ki kur gjë, se qka të ndodhë mas pare e ki grunë. Dhe me thonë, gruja është e para, jo se për shumë me qitë për shumë familjen, babën, nonën, vllaznin, po për qatë momentin, ofert e ki grunë. Anëherë e ki grunë tani familjen, a? Ja, dhe me thonë që është familja, dhe me thonë, na i dim në periodin kërët i kemë.
pa nona se shim këtu. Lutna. E nëse të pyeson Po. të parën e kishën ditë gruan apo nonën? Nonën. Nonën. Nonën, dhe më thonë, unë e pata në atë aspektin që unë në vërtet rri pak larg nonës, se nona porën me vllazni pak, se kim pak kushtet pak më mirë atje. E për atë aspektin thash, gruaja se më ndodh diçka gruaja, mund të mas pari ki gruan që do. Për atëherë shpjegon për shemb, zoti na më ndodh diçka, është puna që gruaja jep mesazhet për mua çka po ndodhi, se ku jam për momentin. Ajo është. 4 dekada sa qenë këtë bashkë, sa vite bashkë ju, a më tregon kështu, cilat janë në moment më të lumtura që keni përjetuar si çift. Ose që më të veçanta që kanë ndodhur në këtë moment. Ka shumë. Një moment që ja vlen me cek. Të kallëzu drejt, na shqiptarët e kemi pak një pikë dop. Dhe me thonë puna e suni kam, dhe me thonë 2 vajza, s'kom pas dhe me thonë një 18 vjetë djallë. Po, atëherë ku na lindi djalli na gëzu shumë. Sa ka shqiptar bashkë për djem gëzomi? Nuk e di, pa ajo është diçka kem na çashtë pikë dop, nuk e di, ama normal si djala si ka është gjë normale. Kjo është një moment më i lumtur të Po, po. Dhe me thonë çat momentin, dhe me thonë që kem pas një gëzim se bashkë, se ti më pyete mu me shoqën. Çat gëzim që kum do me ta, dhe me thonë që ai ishte çaj momenti kur morën vesh që kena një djalë që vepresim. Po, që të më gjatë. Faleminderit. A unë ndërkohë cillash sakrifica më e madhe që ti e kishe bë për bashkëshortën tënde? Që do e ke shumë. Të kallëzu drejt, kisha bu gjona, dhe me thonë për shoqen, diçka që kish du për shkak se kisha ditë se një mën shumë, se kisha lënë pa bu. A kishe dhënë një pjesë të trupit larg qoftë për ta? Vërtet për këtë familjen, jo veç për gruan. Për këtë familjen. E di se ndihmon diçka. Për shembull, familjes tem, gruas tem, fëmijëve të mi, edhe një njerëz se një që ka mundsinë një pjesë trupit, më dhon, se më jetojë në çat pjesë trupit, edhe njëri pa njoftë e hapi. Allah. Se është dhe më thonë e njerëz tonë. Ne nuk mund ta bën gjithve. Për ata, ku mush me një mundi njëri do të më ndihmon. Pa çka nuk e kishe menduar jetën tonë? Dhe më thonë, pa familje. Pa familje, si kur gjë. Sa do me pas, dhe më thonë mundësi, me pas në financat, ku s'ki familje, s'ki kur gjë. Për shembull i mirë. Tash s'po di, nështë ajo jam, ka njëri që ka diçka tjetër. Po qenë kjo lidhja jote me familjen? Na e qojmë shumë mirë, dhe më thonë. Për momentin se është kohë vështirë, dhe më thonë me familje me vllazni, na jem familje shumë e madhe, ama na i ndihmojmë shumë njëri tjetrit, edhe kemi kontribuar në Kosovë, dhe më thonë na kemi edhe xhamin tonë atje në Gjermani. Xhamin tuaj? Po, kemi atje. Ne kena një vllaz që më ka vdekë edhe baba kemi në emrin ty, ne kemi hapa tonë, dhe më thonë shkon emri, bi emri i babës aty dhe i vllavt, dhe më thonë na kontribuojmë shumë, mbledhemi dhe më thonë edhe shumë pare, kur vinë këtu në Kosovë, se është atë kjo nuk pas se kjo është një sens se duhet me bes neve dhe Zotit, dhe më thonë, e shpërndajmë shumë fukarave, blejmë të bim me busa, dhe më thonë me shifar pikapa, edhe i mushim 3-4 pikapa, paketa dhe shkojmë ku ka njerëz më të varfër, dhe më thonë që të në rrëthin 5, se i shpërndajna. Ato më dhe s'është kjo se vis për flas, po kena dëshmi, po s'është thash nuk banë to me përmen. Një sen ku të bëjsh diçka të mirë s'bën as me përmen. O ishtë du të me majtë. Sa më mshet me majtë, vetëm s'ki nevoj majtë. Po qenë pret në fund, po tu një mesazh gjithë njerëzve, ndjekësve të historisë të jetës, diçka që ka të bëjë me historinë të jetës që ndoshta kam i shërbyer për jetë, çfarë kisha thënë? Unë kisha thonë çaj njeri që ka, domethënë që ka çu Zoti që ka me t'i nda me fukarat, se Zoti përbën, Zoti jep edhe merr. Që ki mundësit, unë a beson pëse është marrë, s'kam që marrë 3 orë, që një 5-6 herë duhet nga për gjeba i kom shti. Po se thash, po Zoti e din, unë tash nashta nuk besoni, po në s'kam nevoj me ngenje. Po se në të shien vetë, si e pove dhe por atje shka ish. Po, unë e për shumë mi pas mundësit, me fitu lotën, një 5-6 milion, asnjë se kisha nërë për vetë, isha arë krejtë qëtu dhe isha shpenda. Shambulli mirë, qa me thamë, vazhdo solidar kështu qëshje, Faleminderit. të rrugë Zotit ty, të uroj ma të mira të shëndet, edhe sukseset mos të ndalëshin edhe profesionin e ri që e ke nisë. Për shofim, tashëm tash ka vjen,
Tash si një sens që është ku për ty, s'ko kush ta merr. Unë duroj shumë të mira në jetë, shëndet. Faleminderit shumë që vore pjesë intervistë histori të jetës.